Studentja shqiptare 22 vjeçare që rezultonte e zhdukur prej një jave në Rom është gjetur e pajet, trupi i së cilës ishte futur në një valixhe dhe i hedhur në një zonë të pyllëzuar. Ilaria Sula u zhduk më 25 mars në zonën Furio Camilo, ku jetonte në një apartament që ndante me disa shoqe. Familjarët ishin shprehur shumë të shqetësuar mbi fatin e 22 vjeçares dhe kanë bërë denoncim për zhdukjen e saj në stacionin e policisë në San Lorenzo, e cila ka nisur hetimet. Sipas mediave italiane, vajza u largua pas ndarjes me të dashurin me origjinë filipinase. Prindërit të cilët nuk mundën të kontaktonin me 22 vjeçaren, denoncuan rastin menjëherë në polici. E reja ishte duke studiuar për statistik në Universitetin La Sapienza, përveç familjes së saj, të cilët kishin alarmuar të martën në rrjetet sociale për ta gjetur atë, ishin mobilizuar edhe miqe e kolegë, duke publikuar fotografi të shumta të sëres. Hetimet për vrasje nga i dashuri. Pista kryesore e policisë është ajo e vrasjes, teksa policia ka arrestuar të dashurin e saj. Hetimi mori një kthes dramatike gjatë natës, kur hetuesit e policisë bërritën në banesën e Filipinasit në Via Homs në lagjen afrikane, ku në mëngjes policia mjeko-ligjore kreu një inspektim. I njëjti i ri me cilin viktima shkruante prej kohësh mesazhe në mbrëmjen e zhdukjes së saj, u identifikua nga policia dhe u dërgua në komisariat për të marrë në pyetje dhe më pas u arrestua. Në mbrëmjen e zhdukjes së saj, Ilaria me sa duket ishte larguar nga shtëpia me nxitim për të takuar dikë. Prindrit e saj, të cilët jetojnë në Terni, raportuan se ajo nuk kishte marrë asgjë me vete, madje as grim, kurse celulari i saj mbeti duke punuar deri në një pikë, dhe se dikush madje ishte përgjigjur mesazheve të saj.